Kryetari i Komunës së Gostivarit Valbon Limani shtroi iftar për të gjithë mësimdhënësit e pensionuar, si shenjë respekti dhe mirënjohjeje për kontributin e tyre jetësor në edukimin dhe formimin e gjeneratave të reja. Kjo kësaj radhe për t'i nderuar ata edhe me rastin e 7 marsit, ditën e mësuesit. Ky takim u trajtua nga Limani edhe si një moment i çmuar bashkëbisedimi. Kryetari shfrytëzoi rastin për të dëgjuar nga afër përvojat e tyre të vëra, këshillat dhe kujtimet nga vitet e gjata të punës në arsim, por edhe për sfidat e arsimit dikur dhe sot. Të nderuar mësimdhënës, të dashur të pranishëm, të gjithë veteranë të arsimit, kam knatësinë sonte të jem këtu bashkë me ju në këtë iftar, me rastin e 7 marsit, ditës tuaj, një traditë e cila disa vite me radhë ndodh këtu në komunën e Gostivarit dhe besoj që edhe në vitet në vijim do të vazhdojmë të shoqërohemi kështu gjithë së bashku. Ju jeni ata që keni trasuar rrugën tonë dhe keni ndriçuar rrugën tonë dhe me këtë të gjithë këto gjenerata të reja të cilat i shohim në komunën tonë dhe në qytetin tonë janë rezultat i punës dhe përkushtimit tuaj dhe unë dhe të gjithë ne jemi faleminderues për gjithë që keni bërë deri tani. Ju falenderoj që sonte gjetët kohë të jeni këtu gjithë së bashku me ne. Ju uroj të keni shumë shëndet dhe edhe një herë t'ju them falender për gjithë që keni bërë edhe për arsimin shqip, por edhe për brezat e ri të cilët kanë dhënë dhe japin kontribut për qytetin e Gostivarit. Ju falenderoj edhe një herë. Darka me mësimdhënësit e pensionuar tashmë është bërë një traditë e bukur që organizohet çdo vit më 7 mars, duke dëshmuar se respekti për mësuesin dhe për dijen mbetet një vlerë e pandryshueshme në qytetin e Gostivarit.